Dy yje të njohur të kinemas turke po përballen me dënime me burg. Halit Ergenç, i famshëm për interpretimin e sultanit në serialin historik Sulejmani i Madhërisëm, dhe Riza Koçaoglu, një ndër figurat më të spikatura të serialit popullor Çukur, janë dënuar me burg nga një gjykatë turke. Vendimi gjyqësor ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet dhe në mesin e adhuruesve të tyre. Sipas raportimeve, të dy aktorët janë gjetur fajtor për deklarata të pavërteta të dhëna gjatë një hetimi të lidhur me protestat e Parkut Gezi në vitin 2013, një nga momentet më të tensionuara në historinë e kohëve të fundit në Turqi. Çështja u hap pasi prokurorët thirrën Ergenç dhe aktorin Riza në një tjetër procedurë ligjore që përfshinte agjendën e famshme të talentëve, Ayse Barim, e cila është në paraburgim që nga janari me akuzat për përpjekje për të përmbysur qeverinë turke. Barim dyshohet se i udhëzoi aktorët që ajo përfaqësonte të mbështesnin publikisht protestat e Parkut Gezi. Gjatë gjyqit, Ergenç pretendoi se nuk kishte kontakt me organizatorët e protestave të akuzuar, përfshirë Mehmet Albora dhe Ayse Barim. Megjithatë, hetuesit kanë gjetur prova që tregonin lidhjet e tij me ta, përveç kësaj regjistrimet që tregojnë dhe praninë e tij në protesta.